Nëse administracione a mundem t'i mbjell thojt vetëm për atë kohë me ngjyrë pink, jo shumë të gjata. Jo, s'bën. Ej, Zoti më. Më thonë, Zoti më ka kriju njeriu, elhamdulillah, në formën më të mirë, në formën më të bukur. S'ka pse femra muslimane tani të imitoj çdo lloj mode dhe modeli. Kush problemi vetëm me që jam administracione dhe s'kam obligim faljen. Problemi është se a do të marrësh abdes për shembull, edhe pse jam administracione femra arrin me abdes, që të jetë e mbrojtur. Ti në këtë rast nuk merr dot abdes. Pra nuk të quhet abdesi, se ti mund të marrësh, por nuk të quhet. Pastaj imitimi i kujt është kjo gjëja? Përse duhet të jemi imitues? Boj thojt me kna, siç i bëjnë femrat në islam. I bëjnë thojt me kna. Majet e gishtave, komplet, majet e gishtave i bëjnë me kna të zezë, komplet. Pra kjo pjesa këtu, deri ke vija këtu i bëjnë me kna të zezë. Edhe gishtat e komëve me kna të zezë, edhe themrat me kna të zezë.